Në një lëvizje që nuk u bë publike nga asnjëra palë, drejtori i Byros Federale të Hetimit, FBI, Kesh Patel, vizitoi javën e kaluar Pekinin për diskutuar mbi tregtinë ilegale të fentanilit dhe çështje të tjera të zbatimit të ligjit, sipas burimeve për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas burimeve, Patel bërriti në kryeqytetin kinez të premten dhe qëndroi një ditë, gjatë së cilës zhvilloi takime me zyrtar të lartë kinez të sigurisë. Vizita e tij erdhi menjëherë pas samitit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, ku të dy liderët vlerësuan një konsensus të ri për bashkëpunim në luftën kundër trafikut të fentanilit. As Shtëpia e Bardhë as Pekini nuk e konfirmuan publikisht udhëtimin, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Qian, deklaroi se nuk ishte në dieni të vizitës. Po ashtu, Ministria Kineze e Sigurisë Publike dhe Ambasada Amerikane në Pekin nuk dhanë komente për Reuters. Në të njëjtën ditë, Ministria Kineze e Tregtisë njoftoi se do të përditësonte katalogun e kimikateve të lidhura me prodhimin e drograve dhe se do të kërkonte licenca të posaçme për eksportin e disa substancave drejt SBA-ve, Kanadas dhe Meksikos. Kjo mas shihet si një hap konkret mes marrëveshjes Xi-Trump. Presidenti Trump, i cili më parë kishte vendosur tarifa ndëshkuese ndaj mallrave kineze për shkak të fluksit të fentanilit në SBA, ra dakord muajin e kaluar të përgjysmonte tarifat nga 20 në 10% pas bisedimeve me Jinping. Sekretari i Thesarit amerikan Scott Bessent konfirmoi se një grup pune i përbashkët do të ngrihet për të përcaktuar detajet e bashkëpunimit të ri. Nuk është e qartë nëse Patel diskutoi për mekanizëm gjatë qëndrimit të tij në Pekin. Kina prej kohësh ka refuzuar akuzat amerikane, duke insistuar se ka ndërmarrë masa të ashpra për të kontrolluar kimikatet pararendëse të përdorura në prodhimin e fentanilit. Pekini ka akuzuar Washingtonin se po e përdor çështjen si shantazh politik. Nga ana tjetër, administrata Trump e ka vendosur fentanilin në qendër të politikës së saj të sigurisë kombëtare, duke e cilësuar si kërcënim më të madh shëndetësor të SBA-s. Ky opioid sintetik është shkaku kryesor i vdekjeve nga ambidoza në vend. Sipas Reuters, marrëveshja midis Trump dhe Xi shtrihet për të bashkëpunimit mbi fentanilin. Kina ka pranuar të rifillojë blerjet e sojës amerikane, ndërsa ka pezulluar kufizimet e eksportit për elemente të rrallë, materiale strategjike për industrinë e teknologjisë. Këto zhvillime sinjalizojnë një periudhë të re dialogu mes dy fuqive, megjithëse ekspertët paralajmërojnë se mosbesimi i ndërsjell mbetet i lartë. Vizita e Patel, ndonse mbajtur nën profil të ulët, shihet si një përpjekje për të forcuar komunikimin operacional mes agjencive të sigurisë në dy vende, në një kohë kur tensionet tregtare dhe teknologjike mbeten të ndjeshme.